Nderuar vëllezër dhe motra, në ajetin e parë, në këtë sure, në suratul Maide thot, ja eyyuhalladhina amanu, awfu bil uqud. O ju që besuat, zbatoni premtimet. Zbatoni kontratat, zotimet. Pastaj thot, uhillet lakum behimetul an'ami illa ma yutla alaykum. U janë lejuar ngrënat e kafshëve përveç atyre që do të ju njoftohen. Fillimisht Allahu ka fillu me çështjen e halalit, nuk ka fillu me çështjen e haramit. Sepse çështja e halalit edhe haramit i takon Allahut subhanahu wa taala, nuk ju takon njerëzve. As pejgamberve. Pejgambert urdhrat i marrin nga Allahu. Fillimisht halali është i qartë, harami është i qartë. E dyta, Allahu po na urdhnon në këtë ajet kuranor që t'i largohemi ushqimeve që janë haram. Dhe t'i afrohemi ushqimeve që janë halal. Uhillet lakum behimetul an'am. U janë lejuar juve ushqimet të therurat, kafshët që i kemi në halal. Përveç, pastaj thot Allah subhanahu wa taala, dhe keni ushqime që ju kanë bo haram, mu largu pi tyne. Të therurat që janë haram, mu largu pi tyne, thot Allah subhanahu wa taala në ajetin 3, hurrimet alejkumul mejtah, wa dama wa lahmel khinziri, wa ma uhille li ghayrillah. Allah subhanahu wa taala thot ju kanë bo haram të hani coftinën, gjakun, mishin e derit, edhe çdo kafshë e cila theret jo në emër të Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala në ajetin e 3 fol për kafshët të cilat i kemi të ndaluar me ngrën. Pastaj Allahu xhalla shanu xhalla xjalaluhu vazhdon në ajetin e 2, thot, ja eyyuhalladhina amanu la tuhillu sha'air Allah. O ju që besuat, mos i shkelni ligjet e Allahut azza wa jall. Mos i shkelni premtimet. Thot pejgamberi alayhi wasallam, el halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halali është i qartë dhe harami është i qartë. Të lejuarat janë të shumta, kurse të ndaluarat janë të saktume. Pastaj Allah po na drejtohet, po i drejtohet besimtarëve, muslimanëve, o ju të cilët keni besu, mos i shkelni ligjet e Allahut, mos i shkelni premtimet, kontratat, afrojenu halalit dhe largonu haramit, të ndaluarave. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, wattaqullah, inna Allaha shadidul iqab. Bashkëpunoni për të mirë. Bashkëpunoni për të mirë. Mos bashkëpunoni për të keq. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mos bashkëpunoni për të keq edhe për armiqësi. Wattaqullah, keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha shadidul iqab. Dini që Allahu dënon ashpër. Pastaj në ajetin vijues, në ajetin e 3, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot unë juve ju plotësova dinin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al-islam dina. Dhe ju bona që feja juve me qenë islami dhe ju plotësova begatit e mia ndaj juve. Dhe ju bona për muslimanëve. Pastaj vazhdon ajeti kuranor. Në ajetin e 5, në ajetin vijues, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, sot ju kam lejuar, ju kam bo halal të therurat, ato ushqimet, të cilat i përmendëm, por edhe ushqimet e iftarëve të librit, të therurat e tyre thot i keni halal, me ngrën, po edhe të therurat e juja, ushqimet e juja, ehlul kitabët
hithtarët e librit e kanë halal. Edhe prej grave tyne, ehlul kitabit, më thënë krishterve apo jahudive, Allahu subhanahu wa ta'ala thot këtu e keni të lejuar martesën me to. Të ndëruar shikues vëllezër dhe motra. Pasi Allahu subhanahu wa ta'ala, pasi që na foli për ushqimet dhe na ndaloi për ushqimeve haram, na ftoi Allahu subhanahu wa ta'ala që të bashkëpunojmë, të jemi të afërt njëri me tjetrin, ta duajmë njëri tjetrin. Na ftoi Allahu azza wa jall që mos të armiqësohemi në mërzvete. Pasi Allahu subhanahu wa ta'ala na lejoi edhe martesat me kitabijat, do më thënë me hithtarët e librit, me ato gra që janë besimtare. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin e 6 po don tashmë na i pastru dhe shpirtat tona. Allahu fillimisht filloi me gjërat elementare, me ushqimin, nuk tha e keni haram, po e keni halal, pastaj i ceki gjërat që janë haram, pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala na ftoi që të bashkëpunojmë, ta duajmë njëri tjetrin, të bashkëpunojmë për të mirë, jo për të keq. Pastaj na lejoi të martohemi edhe me ato gra besimtare që janë prej ehlul kitabit. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu po na drejton që t'i pastrojmë shpirtat tona, zemrat tona. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ejuhalladhina amanu idha qumtum ila s-salati, ajeti 6, o ju të cilët keni besu, kur ngritni për namaz, faghsilu wujuhakum, lani fytyrat e juaja, wa yedikum ila al-marafiqi, lani krijet e juaja deri tek brylat, wamsahu bi ru'usikum, jepni mes kokës, warjulakum ila al-ka'bayn, edhe lani këmbët e juaja. Farzet e abdesit. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin e 7 po i drejtohet besimtarve, po na drejtohet neve muslimanve, Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin e 7 po i drejtohet besimtarve muslimanve. Pas gjitha këtyre begativeve dhe të mirave me të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala na ka begatu dhe i ka begatu besimtarët, po thot: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum." Mos ja harroni dhuntit e mia që i kom dhënë juve. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih. Përkujtone dhuntin e Allahut që ju dha për fe islamin. Edhe beslidhjen, zotimin, pa të marrë për jush Allahu subhanahu wa ta'ala, kur that ju sami'na wa ata'na, besuam dhe u bindëm. Allahu xhelle xhelalu po na përkujton dhe po na fton me falendru Allahun për dhuntit, për islamin, edhe për premtimet. Allahu po na rikujton që premtimet, urdhërat me të cilat Allahu neve na ka urdhëruar, Allahu po thot tash çonin vend. Mos i theni premtimet, mos i theni zotimet. Keni hyrë këtë din, këtë fe, e keni përshafu dinin islam, keni besu Allahun pejgamberin, atëherë vazhdoni këtë rrugë. Vazhdoni deri atë ditë kur keni me taku Allahun subhanahu wa ta'ala, por kur do të takojmë Allahun azza wa jall. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër kuranor, jo nga surja e Al-Maida, thot: "Wattaqu yawman turja'una fi Allah." Keni frikë asaj dite kur kena kthye tek Allahu subhanahu wa ta'ala, por kur kena kthye tek Allahu xhalla shanu wa jalla jalaluhu. Prej ushqimeve halal, prej martesave të lejuara me kitabiatet, do të thënë me hithtarët e librit, prej ushqimeve halal, prej martesave të lejuara, prej plotësimit dinit e deri tek pastërtia e shpirtit, tash Allahu subhanahu wa ta'ala po na drejtohet dhe po na thot: boni të drejtë. Boni të drejtë. Ja ejuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada wa la yajrimanna shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. O të cilët keni besuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, bëuni të qëndrueshëm
në urdhërat, premtimet ndaj Allahut subhanahu wa taala, kur dëshmoni me drejtësi. Dëshmoni me drejtësi, edhe qoftë është dëshmia kundra teje, kundër prindërve, kundër familjes, duhet me dëshmu me drejtësi. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, mos ju nxis urrëtia i nati njerëzve me bo pa drejtësi. Bënu të drejtë, kjo është më afër ndaj frikës së Allahut subhanahu wa taala. Nëse më lejohet me marr një shembull, një musliman edhe një qifut apo një krishter, shembulli është me tokë. Nëse muslimani ka tokë mbi 2-3 hektar tokë, qifuti apo një krishter i ka 4-5 ari vend. Nëse ftohesh ti me gjyku se ky musliman thot tokën që e posedon krishteri apo qifuti është e jemja, por ti si musliman e din që tokat i takojnë tyne, krishterit apo qifutit. Por ndoshta të luhat mendja dhe thua, kjo është musliman, pe përkrajnë muslimani sepse këta janë jo musliman, janë pabesimtar. Është gabim, është pa drejt. Është pa drejt me i bo një jo muslimanit, qoftë qifut apo krishter, ajo çfarë është e tyre, është e tyre. Ajo çfarë është e këtij muslimanit, është e këtij muslimanit. Allah këtu në këtë ajet kuranor kështu po na thret, mu bëj drejt edhe me të tjerët. A janë musliman apo nuk janë musliman? Me gjyku, me drejtësi, me dëshmua me drejtësi. Pastaj Allahu subhanahu wa taala po don me na shpërbly. E shpërblimi është në ajetin e 9, thot Allahu subhanahu wa taala, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Atyre që vepruan punë dhe vepra të mira dhe u bënën të drejtë, dëshmuan me drejtësi, u premtuam faljet mëkateve, gjunaheve, edhe për ta ka me qenë një shpërblim shumë i madh. Lusim Allahun që Allah të na bëjë të drejtë, e të na fal mëkatet, gjunahet, dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na udhëzojë ya rabbil alamin. Ajetin që do e përmendi tani, ajeti 12, ka të bëj me qifutet Beni Israilet, të cilët thyen premtimet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mesin e tyre ka qenë Musa alayhis salam, pejgamberi i Allahut azza wa jall. Beni Israilet i thyen premtimet, zotimet që Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë atyre. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin 12, nga kjo sure, thot وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Kur Allahu subhanahu wa taala e mori premtimin, beslidhjen nga Beni Israilet, caktuam për ta 12 bikëshyres. Pastaj Allahu i tha, inni ma'akum, unë jom me juve, le in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata, nëse ju e falni namazin dhe e japni zakatin, unë kam qenë me juve. Lo ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahta al-anhar. Un kom ju fut në për xhenete, kom ju fal mëkatet, gjunahet, kom ju fut në për xhenete në të cilat rrjedhin lumenj. Po çfarë ndodhi? Fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya. Thot Allah subhanahu wa taala, për shkak se ata i thyen premtimet me Allahun subhanahu wa taala, Allahu xhalla xhelalu zemrat e tyre i boni të forta. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Ata çfarë bënën? Ata i shtrembëruan shënimet e shenjta. Pastaj tha Allahu subhanahu wa taala, tha Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu, ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
Allahu subhanahu wa taala pasaj ju drejtu Muhammedit alayhi salatu wasalam, ti o Muhammed do ta vresh, do ta kupton në vazhdimsi se këta kanë me tradhtu. Kanë me tradhtu përveç një numër i konsiderueshëm prej Ben Israilëve, prej qifutëve, kanë me qenë të mirë. Atëherë ti boji mirë o Muhammed, sepse Allah i do të mirët. Sepse Allah subhanahu wa taala i do të mirët. Domethënë Allah subhanahu wa taala në suratul Maide e përmend tregimin e Musës me Beni Israilet, kur Musa alayhis salam nga ana e Allahut subhanahu wa taala i urdhëroi popullin e vet, Beni Israilet, mu u fut në Quds, mu u fut në Palestinë. Ya qaumi idkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. O populli jam, hyni në tokën e Kudusit, Palestinës. Tokën për të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar për ju. Qalu, ata than, ja Musa, inna lan nadkhulaha. Kur s'kemi me hy? Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Tha kur s'kemi me hy në tokën e Aksas, Kudsit, pastaj do më thënë Allahu xhalla xhelalu për shkak që i thyen premtimet, nuk e ndëgjuan pejgamberin e tyne, i la që ata bredhnin në për tokë 40 vjet. 40 vjet në për tokë. 40 vjet të u cill, të ndëruar vëllezër, çka ka të bëj këtu tregimi i Ben Israilëve me Musa alayhis salam, krahasim me ajetet paraprakje që i përmendëm për besimtarët, atëre kur thehen premtimet ndaj Allahut, zotimet, kontratat prishen, nuk ndëgjohet Allahu, nuk dëgjohet pejgamberi, më thënë vin, pastaj do më thënë dënimet, vin pasojat. E lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu më na udhëzu, ya rabbel alamin, e më na forcu. Allahu gjithashtu na tregon një tregim tjetër, të cilët thyen premtimin dhe zotimin me Allahun subhanahu wa taala. Ata janë dy djemt e Ademit alayhis salam. Në ajetin 27 Allahu subhanahu wa taala e tregon këtë tregim ku Kabili e mbyt vllaun e vet Habilin për shkak xhelozisë. Domethënë Allahu po don më na tregon këtë ajet kuranor që e kemi borxh me mbrojt gjakun e njëri tjetrit. Thot Allahu subhanahu wa taala, një njeri me mbyt, me pa drejt në këtë dynja është sikur me mbyt krejt njerëzimin. Një njeri me pështu, qoftë musliman apo jo musliman, është sikur me pështua krejt dynjan. Pastaj Allahu subhanahu wa taala e tregon gjithashtu edhe tregimin gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Maide tregon edhe tregimin e shokëve të Isës alayhis salam, të cilët kërkuan nga Isa alayhis salam që Allahu t'ju sjell një tryez, një sofër me ushqim nga qielli. Idh qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunzila alayna ma'idatan min as-sama'? Qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Than hawariyunat, ja Isa, a mundet Zoti yt me zbrit një tryez, një sofër me ushqim nga qielli? Isa alayhis salam i tha, ittaqullah, keni frikën e Allahut, nëse jeni nga mu'minët, nga besimtarët. Çka than ata? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'innu qulubuna. Than, po dëshirojmë më hongër për asaj sofre, edhe që të qetësohen zemrat tona. Na ty po të besojmë që e pejgamberi i Zotit, po mu qetësu zemrat tona, për atë jemi edhe dëshmitar pastaj. Allahu subhanahu wa taala si mugjizë e zbriti dhe ja plotësoi duan Isës alayhis salam, e zbritin nga qielli sofrën me ushqim, me lloj ushqimesh. Allahu subhanahu wa taala pastaj tha, qala Allahu inni munazziluha alaykum, unë do e zbriti këtë sofrë, këtë tryez prej qiellit, faman yakfur ba'da minkum fa inni u'adhibuhu 'adhaban la u'adhibu ahadan min al-'alamin. Nëse ju atëherë nuk besoni, nëse ju e përgënjeshtroni këtë mugjizë, përgënjeshtroni pejgamberin e juj, nuk e besoni, ta dini që kom ju dënu me një dënim që nuk e kom dënu asnjë popull më herët. Po një pjesë e madhe
prej tyne pastaj devijuan edhe nuk e besuan Isën a.s. Allahu xhalla xhelaluhu i dënoi. To fragmente, to tregime të ndëruar vëllezër që Allah i ka përmend në Kur'an janë mësime për neve që të marrim mësime, ashtu sikur këta i thyen zotimet, premtimet, Allahu xhalla xhelaluhu i dënoi. E nëse na vazhdojmë apo hesim në rrugën e tyre duke i thyer premtimet e Allahut, besën që kemi marrë nga Zoti, atëherë do të bëhemi si ta. Por nëse i çëm vend premtimet e Allahut azza wa xal, pashtybe se Allahu do të na sjell bereqet të mirën këtë dynja, pashtybe edhe në botën tjetër, xhenete në të cilat rrjedhin lumenj. Lutim Allahun subhanahu wa taala, inshallah ta pezulloj hidhrimin pi kokave tona dhe ta zbret rahatin qetësimin në zemrat tona ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala vazhdon në këtë sure flet edhe për krishterët në shumë ajete kuranore, edhe atyne, edhe ata i thyen premtimet, zotimet që ja kanë dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala flet për zbatimin e shumë premtimeve si ndalesa e pjesë alkoolike, bigjozit, për ndalesën e vjedhjes, për betimet, për bet, për sprovat, për testamentin në prag të vdekjes, shumë ligje Allahu subhanahu wa taala të cilat i ka përmend në këtë kaptin. Pasi Allahu subhanahu wa taala në ajetin 109 thot kështu, ku i drejtohet pejgamberëve, Allahu subhanahu wa taala thot: "Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ajibtum qalu la ilma lana innaka antal alamul ghuyub." Ajeti 104 thot Allahu subhanahu wa taala atë ditë kur Allahu xhelel xhelalu ka mbledh krejt pejgamberët e Allahut me një vend, prej Ademit alayhis salam e deri te Muhamedi alayhis salam, atë ditë kur Allahu subhanahu wa taala do t'i tubon profet e vet dhe do t'ju thot çfarë përgjigje patët prej popujve të juaj. A ju ndëgjuan? A i respektuan urdhnat? A i quan në vend ato marrveshje, ato zotime? Pejgamberi çfarë kanë me thonë? Kanë me thonë la ilma lana innaka antal alamul ghuyub. Pejgamberët do të thonë ne nuk dim, ti i din të gjitha ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër dhe motra, u munduam as sa pa të mundësi që së bashku të jetojmë në hijen e kësaj sureje, kështu që këshilloj veten edhe juve, ktheuni përderisa jemi në muajin Ramazan, lexoni këtë sure. Lexoni këtë sure. Edhe meditoni rreth ajeteve, pasi që lexoni, çdo ajet që e lexoni, mundoni që me e përfill ato urdhra, ato obligime nga ona Allahut subhanahu wa taala që të shpëtojmë këtë dynja dhe në botën tjetër. Atëre deri në ligjëratën e ardhshëm, ju lojmë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.